Ju flet Tirana, dham lajmet, harruat thoshi këta. Më nxori mallin e revistës televizive të zonjës Teft Aradi. Ore, po mirë, tani, shiko, o kreta se u fot me baltën, me lumin dhe ti nuk ju vjen qik turp ju, po turp para shqiptarve, nuk ju vjen? O e turp, kur dili pas qyr, kur thoni këto, nuk ju vjen turp? Po hajde pra, shkojmë lushit të dy dhe të shikoj se qa strukture ke. Kaq, turp. Sepse po të kishin një fije të cipe, thoshit, u boku po e pas kam leshë shëndetësin. Si rika mu këtu. O bobo. Hajde pra lushe, shikoj atje. Unë kështu kam qef që ti t'japësh televizit televizive, sepse lushnjat e din mirë se kur rinë atje. Edhe synet liqet janë rrallur atje, nuk mere më përsipe. Dakorta? Ajo e anestezis, se ta thonë miqe shok të tut, 6 muaj nuk punoj se nuk e gjiste njëri aparatin. Oj, me e deruar, kuptoti që të turpimi. Ti sot ke një pacient për 57 ditësh në lushnje, që mjekohet, rri atje, që nuk ka, gjoj këtu, frigorifer për të majt insulinën. E di apo ja, se ka skadur 20 herë, vete blen vete, dhe akoma nuk përshërojt, qoj pra në Tiranë. A i diti se i ministrë tjetër e gjoj prezent, ta të regojnë atë ministri, po për efekt, merë ambulancën, nuk ishte ambulancën se një ishte Tiranë, një ishte në Vjerë, po vdiste kërë e botës restoran. Nuk vjen bra. Kujtë të regoni ju këto, revisa televiziva, nuk e turp, po lushet hanë mi nga kam, në sytë. S'ka zgja, është kafshëri, është batërdi që vatër infekcioni. Ka në qdo murë, do qatër për të hyrë. Kujtë të regoni ju, po su vjetë, si shikoj një pasqyrë që i dili kalamajve tu, po keni të bërë me jetë njerëzish. Kjo që mënduri. Po ke një tjetër ti, një nga Korça sot që do të bëj, e ta them dhe emri, Dimitë Qenimi që shkrua një gazetar sot, ka nevoj për aparat DSA spinale, që sot e ka pajisje po për 2 vjetës nuk e vën funksion. Turp! Por keni pa njëzë dhe ekologjikë, orë keni qenë njëherë ju atje si ven njëzë si rrinë, orë keni pas të jetë smurju, po si ka mundësi si zvas ministrët e ju gjithë rakordoni fonde për t'i qurja shtetit, pse nuk e bëri të kjo meksia jonë? Po turp për ta dializë, po pse do t'i ki lushjarë që konfirmon me zërin tatë këtu ti, që 52 lushjarë i ki një asë lushtë për në marë shqipim dializë, kur ti i jep lek privatit. Qa lek që jep ti për rrugën aty? Nuk e turp? Asi lek s'marë. Lëm punën prindrit e tyre, lëm punën njerëzit e tyre, djemë të vajzat, lëm punën për t'i qunë fjerë, edhe diti më të keqe që apet atje fjerë ka vetë 3 fermjerë. Turp të dializa, ati privatit, haram lek të shqiptarve, se për skandal. Se nuk i punon pajisja e ujtë për të freskur ujtë që të bun aparaturat atje. Ti të rekomu dializën. 52 lushjarë. A paguajnë taksa këta janë njerëz ta, pse më privatit vita bëjnë lushe, me që i pasi kaq bukra të mjetër. Lushe ta bëjnë për 52 veta. Me 2 fermier lushjarë. Turp! Tregoni ju spitalet ne. Me pra vdesi njerëzit, 90% telefonata unë i ka për spitale. Për spitale 90% telefonatave. Tregoni lushin oksigjen e bërë tani në shkurti. Po të dole pra një narë që tash nuk ka asnjë që fik zjarrin atje. E ti shkole nga mrabe bërë, po shtur pra. Po si ku zonë del këtu i herë dhe thu, na tregoni revista televizive, si ku zoni? Ku që tregoni ilacet, lekse për blerë njerëzit vetë? Analizët konfirmojnë për 20 ditësh. 20 ditë për një, më janë 3 ditë. Me mikë, kur vete sa i mirë atje do t'ja bëjnë analizën. Dhe po tregoj një rast tim tani se kisha thënë se kisha bërë ndonjëherë politik, po ta them. Ka pasi humje të madhe njerëzore brenda familjes. Dakor? Një muaj gjysmë përpara ai me urgjencë të shkosi i bie të fikt. Nuk gjen flushjes. I mbasi tensionin i bën e këgë thot ikse s'ke gjë. Po një eko vdiq. Po një eko. Kaq. Sepse po t'ishte konstatuar me një eko, zemra zmadhur dhe ai 38 vjeç, do kishte shpëtuar. E për kaq vdiq. Për kaq. Sepse kur mora uqërisë e shtatu më përgjith Tirana, a që të soti, o jam deputeti, kam i rast, 38 qa për vdes, durora të marrë lushe, dy telefon. Që s'kjo mëre?
Do të marrë Tiranën të marrë Lushe, Lushe të marrë mua të më gjej ku jam. Në Lushe, që me dung fung i bie për 10 herë, Lushe se anë barë për 3 minuta, me dung fungën e plerave. Ju të tregoni shëndetësit. Po ju keni që kafsh. Kur të merresh me jetën e njerëzve, mos pati do të kesh dimshuri të jesh ministër. Po nuk mundet më. Nuk mundet të bëni kështu, nuk mundet më burr. Nuk mundet të shmik që të mash një sulm me kancer në spital. Do të shkruaj ty të them që nuk kam nevojë për tender, po hape se ka për jetë njerëzore. Ty të kam shkruaj. Për këtë. Po pra që shpëtojmë jetë. Jetë për jetë. Se për qa po flasim në sot? Për qa po flasim në sot? Dhe ti më thua dokra mas... Po ne s'kemi asgjë, nuk kemi asgjë, nuk kemi ashensor, më orë të veshë pediatrin 4-4. Do të flasë unë, pse më do të flasë unë që të regullojt ashensorit paguajnë e lek spitali Lushës? Pse më prindi do të bëjmë me radhën a 2-4 4-4 pediatrit? Po keni qemë në pediatri, unë e kam qufë fëmin tim. Ore kanë shkur infermierët me mbaj ilaçin farmaci natën, vetëm se nuk të regonin dot që s'kishte, se ishte djali deputetit imi, po tjerët. Po tjerët, more. Unë e maroj hallat e mia, unë dhe gjithë ju këtu i maroni hallat e juja. Edhe për tjerë. Po nuk njohën deputetit, qa do bëjnë njerëzit? Ama qa do bëjnë njerëzit, po nuk njohën deputetit, qa do bëjnë? Se janë mes 4 rrugëve. Vetëm i gjerë ku marrë spital, apo i ki vetëm për spital. Pse mërë duhet tjetë spitali Lushës, që në bërë kaqe, po mati me gjitha ta spitali që aronal, ato shifra. Me ato shifra të tuja, a ka më shumë se shumë spitali tjera aronal? Pse nuk e kemi ne shansit shumë me spitali aronal që ka qenë Lushë dikur? 12+1. Pyte doktor Tritani, dhe nuk është e vërtet që godinët i ke parë në 90-ës. Asjes është e vërtet. 2 godinët që ndorë si pediatrin, si kirurgjik, te që u pësot e ke 2007-ës. Por i konstrukton më të rend, i ke lërë ato më të vjetët pa bërë. Kujt i tregoni më burë, pa hajde më burë ati, shikoni skanir, ku betë sot skaniri. Hajde shikoj morgun, dhe jesi njerët aty mrapa, se është ka shëris ferë. Kujë, po keni pari ambulancët e Lushës? Ha më flisni, po hajde më shikojni, ambulancët e Lushës. Shërbimin, ku natë im kur vdiq, dhe 1 orë e gjysë për të marrë i drejtori para këtit, për të marrë gjenazen nga rruga. Ama se rritë e drejtori, gjithë jeni të shpitar, 1 orë e gjysë, rritë e gjenazen të shpisë, nuk vitë ambulancët a merte. Që ta qonë të në morë, ku natë im. Po tjerët, more. E ju të regoni me iksit? O do të bëni këtë vend, po të patë rëkoni falje, i thoni, o mikë, Lushe që ka patër di, po hajtë shikoj se së shfajot, se nuk e ti që të lëndë jetër aty. Po të regosh mua t'i ditë pisi latë. Se si puna sa o Gerta më nëse liu, pse për qa punoj ne? A për qa punoj në o Gerta? Për qa punoj e Vici? Për qa punoj Libejta? Për të vjedhur? Ja për këta punoni. Për të lidhë kontrata me privat, për të qurë njëzën e privatët. Nga kardiokirurgjia, neurokirurgjia, tjerë me radhë. Se ajtë që tu ka infekcion të regullojët e atje, do 8.000 euro. Pse do të bëj bypass kur mund ta bëj Tirana? Pse? Pse more? Pse do të vej atje t'ja bëj pas dite? Ke spitali X apo Y? Pse? Ne themi kemi shëndetësi falas, nuk është e vërtetë që kemi falas. Paguhet më shumë. Ju dini sa mira njerëz vrat me Covidin, vrat. A paguan njerëzit të i mësoj kush ka ju lek t'i ilaçe që blet njerëz nga Covidi, Morë kredi me nga 4-5 milion lek, po qa po flisi gjuna? Ju po talën me këte njerëz. Dhe mua, sot, me që kujtove komikun, parlamentar, ma kujtove dhe një tjetër, një karakat slak të mrapa, dhe i pa shtylla si i kishte. Unë sot vetët e spitalit i Lushës dhe të presë, dhe të kërkosh falit gjithë dhe tyre që janë shtrurë atje, tu japësh fjallës që përveç godinës qëndrore, të rishikosh statusin e spitalit Lushnjës, të japësh lekët shtes, shoferave të ambulancës s'ka në guxim të flasin, më heqës patronazhistët nga puna, po të qosh njerëz e bën detyrën, dhe stafi mjekësor, nota 10. Nota 10, mjekët dhe infermierët. Pse? Se në ato kushte asë kote në verit nuk është vizituar. Nota 10 se majnë përgjithsin
bëj një vizit pa aparate. I ka falë Raiffeisen Bank, e kuptoni ku erdhëm, vjen ministri dhe inauguron një aparatur të falu nga Raiffeisen, se nuk pas ka 30.000 euro me pagu shteti, po shteti pas ka falimentur. Ka falimentuar. Qa të regoni për spitalet? Po mirë, pyetini njerëzit, shkoni të spitali, bëjmë një sy asot njerëzit. Shkoni në gjithë spitalet. E keni si këtë qendër shëndetësore ambulancë brenda shkollës. O i ke dhe komsh dhe qendër ambulatore me i vend. S'ka rrjetë energji elektrike, asuj qendër shëndetësore 2 me 2. Pësha flisni më burë dhe. Kërkoni falje atyre ronjve atje, mjekve, infirmierve dhe njerë. Pa tjetë më në presin ata, rinë shikojnë kështu se mos bërtet, kur vdes robi se mos bërtet, deputete për tjetë, jo mos e kim me tanë. Nuk e kim me tanë, e dini që më shumë nuk punoj, e dini që aparati grafie, se theti këtu do bëj aparat grafie. E dini që aparati grafie kiti akoma me plak, do dali fotografi, dale, pritë se duhet sa të lahet. Edhe nuk duket, asë roba më kafsh. Po e pa një këta mjekët që janë tu atë të konstatoj brokoplomani ftovin, po nuk di që të them. Hale më hale. Uaj nuk i keni pa vjunet apo jo si janë. Po flisin janë se për të mirën e këtyre njerëzve më flasin. Se gjithë shpitone kanë tërgullur dhe unë e kanë tërgullur. Po jo njerëzit më burë. Po pse më të të bajt deputetit që janë urgjenca 127-a? Po lere mërë 2 patronazhis që i njovi lusha ata din, e kam heqe po jo dhe balë dhe syrit unë, ke kam kusurit 7, sa e kam numre bregve. E di patronazhis, po lere se ti identifikojnë se ku është halli lushje, që të vinë, ato me staf kullu ambulancë, dhe një ambulancë aty e solën ambulancë me gjithja prap donacion, dhe ambulanca verë dhe lushjes, me motor digur i bet motor këtu, tur. Po edhe krevatet e urgjencës i solën donacion kisha tur për ju, që vini dhe inauguroni me kisës dhe gjamia qaj u falë. Tur dhe gjerë ka varrit këj shtetë. Keni një drejtar, po losë me bukën e kalamajve të njerëzve patronazhistë që ka ngellë Shqipëri, se tjetë kur kishte 2 fare të katë iku. Iku mëse nuk rrijet me të vend, se ku të smoret kalaman, unë dim 10 veta që ka nikë në Romë, të babini Gjezu. Për hap me emra bëtoni, dhe patronazhistë. Dikur. Mësus, shkatrun jetën, ikën, se nuk bërin dordërman në Shqipëri. Dhe këta e dini ju fakt, e dini gjithë. E dini më gjithë. Dhe kjo është tur më burë. Po të paktën, kërkoni falje. Paktën thoi, do të bëjmë. Do të bëjmë një në fund viti, po këtë jetë, do të bëjmë fund viti. Po që kemë ven atyre për në bërë, edhe më të regon të ju mu humorin parlamentar. Po t'ju bën humor me jetën. T'ju bën më humor me vdekjen. Edhe unë s'beka më humor parlamentar. Po ju keni kaq vite që talë dhe bëthë më shqiptarë. Edhe unë nuk beka më humor. Po çfarë do të bëjmë me ju? Çfarë do të bëjmë me ju, se njerëzit e shkelin për ditë? Thjesht ju transmetoj ato që shkel për ditë robin lushje, ja transmetoj para ekranit. Asgjë më tepër. Dhe ju keni parë si është lushje. Hajde të lagjet atje në lushje që ju e një gjithë atje, falin të Varreza. Edhe unë kam komandanti batalionit Dajnë në plakas atje. Zvetë unë atje se është fest komuniste në majtët 50 vjetë. Dhe shqisht një me që nga fusin në Europë, ju që 50 vjetë a pitë gjakun, mua e familjes time. Po si më mu të bëni ju këta? Po më burre të një zdashkemi në integrimin. Euroskeptik të tjetëri. Qështë e euroskeptik? Nga euroskeptik? Po në për atë fjallë e lipa atë euroskepticizmin kundra jush, se ishit ju kundër Europës dhe botës, ku futën burgmër, bën vite. 39 vite të rrim, vjerrim. E ti sa 39 vite të rrim, apo jo? E s'ka marrë lekët akoma të rrimit. 39 vite, o mi ka lini të rrimit në nusje ime. Ka që për ka që flisë ju të një. Po na fusti ju në Europë, si me na futi në Europë? Tu është me të futi në grop, jo në Europë. I kërkoni falje shqiptarve, i kërkoni falje lushjarve. Se jeni gjysma qeverisë. Ka qenë delegur dhe aty lushje dhe meriton respekt paktën për spitalin, paktën për atë tjera dhe tjera me ra.